تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me leximin dhe shpjegimin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tan, mësuesit dhe dietarët tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim të temave të librit, jemi të tema ku ka thënë autori rahimahullah, babu idha asbaha bi fanaihi ay ad-dayf. Domethënë kjo temë thot kur musafiri, domethënë me që jemi në vazhdim të temave për musafirin dhe mikpritjen, thot pra kur musafiri është në oborrin e dikujt, domethënë kur ka qellu ose ka hyrë ose është në oborrin e dikujt. Dhe ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة الشامي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. Dhe më thonë, pra me kënë zinxhir, transmeton Imam Bukhari rahimahullah nga Miqdam Abi Karima Ash-Shami radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një natë për musafirin është hak i detyrueshëm, është obligim dhe detyrë për secilin musliman. Faman asbaha bi fanaihi fa huwa daynun alayhi in sha. Do të thonë, nëse dikush, pra kur musafiri është në oborrin e dikujt, atëherë ai është borxh i tij, borxhi i zotit shtëpisë që ta mikpres, do të thonë, fa in sha iqtada. Nëse do, ai e lan borxhin, e kryen, e shlyen borxhin, wa in sha tarakahu, edhe nëse do e le. Do të thonë, nuk e pret musafirin, por mbetet borxh, do të thonë, për këtë detyrë që nuk e ka kryer. Pra, si që shihni, vazhdimi në lidhje me rregullat për mikpritjen, është, do të thënë, edhe këto tema, edhe disa tema këtu janë në të njëjtin kuptim. Pra, folëm më herët në takimin e kaluar se ai shpërblimi musafirit ose çmimi musafirit është një natë dhe një ditë, që është detyrim i patjetërsueshëm. Pastaj detyrimi, por më i dobët, do të thënë zgjerohet deri në 3 ditë. Edhe pastaj pas këtyre 3 ditëve është në mënyrë vullnetare. Do të thënë nëse do vullnetarisht njeriu të vazhdojë ta mikpres. Edhe përmendëm më herët se musafiri nuk duhet ta ngarkojë
atë nikoqirin e tij që sa ta bëj të bezdiset ose të ngushtohet, deri në fund ato u përmenden në mësimin e kaluar. Ky obligimi për ta mikpritur musafirin minimum një natë dhe një ditë është për atë që ka mundësi, do të thënë sipas mundësive. Pra nëse njeriu nuk ka mundësi, nuk e ka obligim, sepse Allahu subhanahu wa taala ka thënë la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Do të thënë Allahu nuk e detyron askënd përtej mundësive që i ka. Nëse i ka mundësitë, për shembull ka një dhomë ose ka një shtrat për musafirin dhe ka ushqim që me cilin duhet të mirëpres, do të thënë dhe ta mikpres, atëherë e ka obligim. Mirë po është interesant se shumica e dietarëve kanë thonë që ky obligim është për ata që banojnë në fshatra ose në shkretir, në vend ku nuk ka banor. Kurse për ata që banojnë në qytete, ku ka mundësi të blihet ushqimi, edhe ka mundësi të ta kaloj natën udhëtari në një vend që pagun me qirat, do të thënë siç janë hotelet në këtë kohë, atëherë nuk është obligim për ta mikpritur. Kjo është mendimi i xhumhurit, do të thënë shumicës, mirë po argumentet thonë se është obligim për secilin, nuk është bërë dallim mes atyre që jetojnë në qytete ose ata që jetojnë në fshatra ose në vende të shkreta, si më thonë, të braktisura. Pra nuk ka ndonjë dallim. Megjithëse duhet ta ketë këtë mendim parasysh musafiri, domethënë, jo ai të cilit i vjen musafiri. Ai kur të vjen një musafir, domethënë është një derë e mirë për pamirësi. Edhe kryerja e obligimit, kur njeriu e kryen obligimin, domethënë shpërblimet janë më të mëdha se sa dhënia e nafileve. Do thotë prandaj ushqimi i musafirit është shpërblim, në të ka shpërblime më të mëdha se sa ushqimi i dikujt, do thotë në mënyrë sadakaje vullnetare, do thotë sepse kjo është obligim. Por musafiri ose njeriu kur do të shkojë diku duhet ta ketë parasysh, nëse ka zgjedhje, atëherë duhet ta zgjedhë atë që është më e lehtë për mikun e tij ose shokun ose vllajin ose familjarin e tij. Pra, më rëndësi, më thënë, këtë hadith u përmend se është detyrim edhe është borxh që të ketë, më thënë, ta mikpres musafirin një natë dhe një ditë, atëherë kurse pas kësaj, do të thënë, musafiri duhet ta rregullojë çështjen e tij. Edhe kuptohet se mikpritja është cilësi e njerëzve fisnik bujar. Edhe është po ashtu rrugë e të devotshmëve. Është përmendur Ibrahimi alayhis salatu wassalam si mikpritësi, do të thënë që është shembull për mikpritje. Edhe kjo ka qenë edhe te pejgamberët e tjerë, Luti alayhis salam është përmendur në Kur'an po ashtu, dhe në përgjithësi pejgamberët dhe njerëz të mirë e kanë ecur këtë rrugë, edhe duhet të ndiqen ata, shembulli më i mirë. Në hadithin tjetër dhe që është temë tjetër, babu idha asbaha ad-dayfu mahruman. Do të thënë temë nëse musafiri është i privuar. Do të thënë nuk i është dhënë asgjë, nuk i është dhënë ushqim, edhe do të thënë ka mbetur pa ushqim, edhe pse siç e përmendëm te argumentet e mëparshme, është obligim, edhe është borxhi i mikpritësit ose i nikoqirit, është borxh ndaj musafirit. Por nëse nuk i jep, nuk e lan këtë borxh, si u thanë këtë hadith, nëse do e kryen borxhin, nëse do e le. Do thotë ajo, pastaj është zgjedhje e lirë që për cilën njeriu ka pasoja, ose ka shpërblim, ose ka përgjegjësi dhe dënim. Po, hadithin që ka përmendur këtu Imam Bukhari thot haddathana Abdullah ibn Salih, qala haddathani al-Layth عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ثوت عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنك تبعثنا
fananzilu biqaumin fala yaqruna. Më thonë, thash o i dërguari i Allahut, ti na dërgon në për do të thënë ekspedita ose udhëtime ose luftra për shembull, ose për thirrje, na dërgon dhe ne ndalemi të dikush që do të thënë trim si musafir, mirë po nuk na pranojnë ose nuk na nderojnë si musafir. Fema tara fi dhalik, do të thënë si është, pra ç'na tregon për këtë ose ç'na thua për këtë, ka thënë faqala lana, atëherë na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in nazaltum biqaumin fa umira lakum bima yanbaghi lid-dayfi faqbalu. Do të thënë nëse qëndroni te ndonjë njeri dhe ju jepet ose ju ofrohet ajo që i jepet musafirit, atëherë pranojeni. Fa in lam yaf'alu fakhudhu minhum haqq ad-dayfi alladhi yanbaghi lahum. Do të thënë nëse nuk e bëjnë këtë, atëherë merreni ju hakun e musafirit që i takon musafirit. Do të thënë, ky është një argument se musafiri mund të marrë prej asaj që gjendet në shtëpi, do të thënë nëse ka uri edhe do të ushqehet, do të thënë mund të ketë në borë për shembull diçka prej pemëve, ose mund të ketë ndonjë dele apo lopë që mund ta miel, atëherë i takon musafirit që ta bëj këtë. Dhe do thotë kjo është e drejtë e musafirit, sepse nderimi dhe ushqimi i musafirit është borxh dhe është obligim. Ky hadith është argument se njeriu mund ta marrë hakun e vet. Do të thënë nëse dikush ja ka vjedhur pasurinë, për shembull, mund ta kthejë atë në cilën do mënyrë që ka mundësi ta kthej, ta marrë pasurinë e vet, ose borxhliu që ka mundësi ta laj borxhin dhe e shtyn ose zvarrit me qëllim për t'i bërë padrejtësi atij që i ka dhënë borxh, ose diçka ngjashme, do të thonë ka të drejtë njeriu ta kthej. Mirpo duhet të ketë kujdes në këtë fushë, duhet besimtari të ketë shumë kujdes, sepse argumentet tjera gjithashtu janë kërcënuese dhe të rrepta që nuk lejohet pasuria e dikujt përveç se kur ai është i kënaqur dhe i pajtuar. Do të thënë pajtohet dhe me kënaqësi e jepat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in min mali akhihi shay'un illa bi tibi nafs. Do të thënë nuk i lejohet asnjë njeriu pasuria e vllait vet, përveç se kur ai është i kënaqur shpirtërisht, do të thënë është i pajtuar. Do të thotë nëse për shembull e merr me tregti ose me shërbim e kështu me radhë, ose kur ta fal si sadaka ose si dhurat, do thotë kur ai e jep vullnetarisht me vetdije dhe me pajtim e jep pasurinë, atëherë të lejohet pasuria e muslimanit. Dhe ka thënë në vazhdim të këtij hadithi, wala yahlibanna ahadukum mashiyata ahadin illa bi idhnihi, dhe mos e mjel askush bagtinë e dikujt tjetër përveç se me lejen e tij. E yuhibbu ahadukum an tu'ta mashrabatahu fatuksar khazanatuhu, do të thonë a do dikush që të shkojë të, do të thonë te ejna për të pi dhe t'i thehet ejna, dhe ka thënë wala yahillu limri'in muslimin an yakhudha asa akhihi bighayri tibi nafsin minhu. Nuk i lejohet njeriu musliman ta marrë skopin e vllait vet përveç se me lejen ose me pajtimin e tij. Do të thënë skopin ose bastunin në cilin mbështetet, pra nuk lejohet t'ja marrësh pa leje ose pa pajtim prej tij. Do të thonë që ta jep me vullnet. Thotë kjo, shikoni, do të thënë sheriat, kemi përmendur shumë disa herë, sheriati i pastër i Allahut subhanahu wa taala, do të thënë ka rregulluar çdo detaj në secilin aspekt. Do të thënë edhe në aspektin dhe në të dy anët. Do të thënë tjetër është çka këshillohet, për shembull nikoqiri, mikpritësi, tjetër është çka këshillohet musafiri, tjetër është çka këshillohet pronari i pasurisë,
tjetër është ai që ka nevojë për përdorimin e asaj pasurie dikujt tjetër. Do të thënë secili duhet të di argumentet e veta. Edhe e keqja ndodh mosmarrveshjet dhe këto dhe problemet në përgjithësi ndodhin kur është një fenomen i pahishëm që ndodh në mesin e shumë prej vëllezërve tanë, që i din argumentet vetëm për palën tjetër. Do të thënë, nëse bëhet fjalë për musafirin, i di argumentet për mikpritsin, edhe ja thot edhe ngarkon me ato, ose ne përmendëm më herët se vllai vërtet është ai që merr prej xhepit tanë si merr prej xhepit vet, edhe se si kanë bë sahabët, do të thënë, kur ka ardhur musafiri, ka shkuar ka marr kusin ose tenxherën e dikujt tjetër, do të thënë pa e pyetur. Do të thënë kjo është këto janë argumente që nxisin për një afërsi të këtill. Edhe afërsi, do të thënë që s'ka teklif mes vëllezërve, por duhet edhe secili për vete ta ketë parasysh se nuk guxon ta keq përdor pasurinë e tjetër kujt. Qoftë ajo pasuria dhe shkopi ose bastuni. Do të thënë, nuk mund ta përdorësh pa tib nefs. Do të thënë që t'jetë me zemër të kënaqur, të pajtuar. Thotë, ose nga njohja, ose nga kjo afërsi, ose me leje të qartë. Do të thënë, prandaj këto duhet secili të ketë parasysh për veten e tij. Mos mendoni se kanë kundërthënie. Do të thënë, ka këshilla në një aspekt, këshilla në një aspekt tjetër, rregulla, do të thënë për secilin. Ato janë në harmoni të plot. Prandaj, si thamë më herët, kur njëra palë i kryen detyrat e veta dhe ka këtë afërsi, për shembull njëri prej vëllezërve është i hapur, i afrueshëm edhe i ofrueshëm, do të thënë ofron prej pasurive ose interesave të tij pa pengesa, por nuk është i rënd dhe ngarkues për tjetrin, me do e mos do të shkaktoj që edhe ai tjetri të bëhet i tillë. Më thënë, madje edhe nëse ka do një sjellje të keqe, se Allahu subhanahu wa taala ka thënë idfa billati hiya ahsan, do të thënë gjithmonë ktheje sjelljen me atë që është më e mira. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Do të thënë, pastaj do të shohësh se edhe me atë që ke pas armiqësi, edhe atë që ke pasur armik, do të thënë nëse sjellja jote është çdo herë në nivelin e duhur të shariatit, atëherë edhe ai do të bëhet miku i afërt. Mirpo edhe kjo nuk është për secilin, do thënë wama yulqaha illa alladhina sabaru. Do thënë këtë nuk mund ta fitoj secili, por vetëm ata që janë durimtar. Wama yulqaha illa dhu hadhin adhim. Edhe këtë e arrin vetëm ai që ka hise të madhe, do thënë dhuntisë Allahut që i ka dhënë mëshirë shumë, Allahu subhanahu wa taala ja ka përmirësuar moralin. Se për ndryshe ka dhe njerëz që nuk bën dobi me ta kjo. Pra shariati nuk na mëson që të lëm të abuzohet me ne, mirë po duhet gjithmonë njeriu të jetë sakrifikues dhe ofrues i të mirave. Më shumë se sa kërkues i asaj që ai mendon se është e drejta e tij. Mund të jetë, mund të mos jetë. Tema tjetër thot babu men qaddama ila dayfihi ta'aman faqama yusalli. Do të thënë kush, pra nëse dikush i jep musafirit ushqim dhe shkon të falet. Do të thënë qëllimi është nëse nuk ha me musafirin. Si është çështja? Këtu ka përmendur një ndodhi mes dy sahabeve, ka thënë Imam Bukhari haddathana Abu Ma'mar, qala haddathana Abdul Warith, qala haddathani al-Jurayri, قال حدثنا أبو العلاء ابن عبد الله عن نعيم ابن قعنب. Pra transmetohet nga me këtë zinxhir nga Nuaim ibn Qa'nab radhiyallahu anhu. Thot ataitu Aba Dharr falam uwafiqhu. Pra shkova te Abu Dharri radhiyallahu anhu dhe nuk e gjeta në shtëpi. I thash gruas së tij, ku është Abu Dharri? Tha, ka shku të punoj, domethënë për punët e familjes. Edhe ka thënë do të vi tani, domethënë është koha që do të kthehet. Thot ula që ta pres. Dhe erdhi Abu Dharri me dy deve
thot, do më thënë I ka lidh njërën me tjetrën, fi unuqi kulli wahidi minhuma qirba, edhe në qaf ose ngarkuar, do më thënë se cila prej këtyre dy deveve ka qenë me nga një ejnë, do më thënë qirba është ajo ejna, besoj që e keni parasysh që është që bëhet nga lëkura e dhis, cilën e kanë përdor ose për ujë, ose për shumë për vaj, ose për gjalp, ose tani e përdorin edhe për ta bërë djathin në të. Pra ka ardhur me dy të këtilla. Nuk e di a ka ndonjë emër në gjuhë shqipe, sepse arabisht I thotë qirbe. A dini ju njerëz të gjuhës? Gajde për përdorin për tjetër. Gajde, po për tjetër, mirë. Ka marrë vesh se gajde. Si? Cëllung. Ka mundsi po. Gajden unë e kam marrë vesh se nga lëkura e derrit e bajnë. Ha? Mirë. Si dhe qoftë, do më thënë kjo është nga lëkura e dhis, që kanë përdorur për mbajtje të lëngjeve. Po, do më thënë ka ardhur në këtë mënyrë, edhe pastaj ka shkarkuar këto deve, edhe thot, ju afrova I thash, o Ebu Dherr, ma min rajulin kuntu alqahu kana ahabba ilayya luqiyan mink. Do më thënë, thot, nuk ka ndonjë njeri që mund të takoj, që dëshiroj më shumë të takoj se sa ty. Wala abghadha ilayya luqiyan minka. Edhe nuk ka njeri që më shumë urrej të takoj se sa ty. Edhe ka thënë ai wama jama'a hadha, do të thënë si janë bashku këto të dyja, si ka mundësi, do thotë edhe të kesh qef edhe të urresh të më takosh mua. Thot, pra njëherë për atë dëshirën për të takuar nuk ka përmendur shkak, sepse kuptohet, do të thënë dashuria e imanit, dashuria vllazërore, do të thënë vllazëllëku e imanit I ka afruar edhe kanë përfituar nga njëri tjetri dituri e kështu me radhë. Mirë po shkaku pse nuk ka pas dëshirë ta takojë Ebu Dherrin. Është një shkak se Ebu Dherri radhiyallahu anhu ka qenë ka pas vrasësi në qërtimin e të keqes. Edhe ju ka thonë njerëzve, çdo herë, do të thënë kur e ka pa dikant duke ndërtu murin, ose duke përmirësu murin, ka thënë ju e keni shit ahiretin, do të thënë për dunjan, ose me këtë kuptim, do thotë se jeni dhënë pas të mirave të dunjas, sepse ka qenë për njerëzve më, do të thënë më asket, megjithatë ka punuar, do thotë këto asketizmi me punën dhe mbajtjen e familjes nuk kundërshtohen. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se nuk ka njeri në këtë qiell që është më I sinqert në fjalë se Ebu Dherri. Do të thënë e ka thënë çdo herë atë që e ka pas në zemër. Nuk ka bërë, do të thënë, dyftërsi ose diçka të tillë. Po pse nuk dëshiroj të takohem me ty, ka thënë inni kuntu wa'adtu maw'udatan fil jahiliyya. Arhabu an in laqituka an taqul, do të thënë unë e kam varrosur vajzën time në xahiliet. Do të thënë siç ka qenë në kohën e xahilietit para islamit që I kanë varrosur gjalla. Do të thënë edhe kjo ka qenë se kanë menduar që vajza është turp, do të thënë për babain e kështu me radhë, prandaj I kanë varrosur kur kanë lindur. Dhe ka ndodhur kjo në xahiliet. Edhe pastaj kur kanë hyrë në islam, nëse e ka bërë këtë dikush, atëherë janë pendu me pendim të plot edhe janë drejtuar në islam. Ka thonë e kam bërë këtë në xahiliet dhe kam frikë se kur takohem me ty do të më thuash la taubat lak. Do të më thuash se për ty nuk ka teube. Ty do të thonë I miri ti, do të thotë çka ke bërë. Edhe kjo gjithashtu do të thënë se kjo ka qenë e rrallë te sahabët, sepse disa prej njerëzve të bidatit e bajnë sikur secili prej sahabëve e ka bërë këtë në xahiliet. Kjo nuk është e vërtetë. Do të thënë ka qenë si fenomen ekzistent, do të thënë ka ekzistuar në kohën e xahilietit, mirëpo nuk ka qenë aq I shpeshtë. Ka qenë fenomen që nuk ka qenë I qartueshëm, do të thënë ka qenë I pranueshëm në shoqëri, po nuk do të thënë se secili çdo herë ka bërë këtë. Përndryshe prej ku kanë dalë ato gra sahabëve dhe ashtu umeti. Ka thënë pra e kam bërë këtë veprim edhe jam friksuar që kur takohem me ty do të më thuash nuk ka teube për ty.
la makhraja lak, nuk ka rrugdalje për ty. Do të thënë jam friksuar se çdo herë kur takohem me ty do të më thuash kështu. Dhe kisha dëshirë që të më thuash leke taubatun wa makhraj. Do të thënë do të më thuash se ka teube për ty dhe ka rrugdalje. Ka thënë Abu Dharri, e fil jahiliyati asabt, do të thënë a ke bërë këtë në jahiliet, në kohën para islamit. Thot, i thash po. Ka thënë afa Allahu amma salaf. Do të thënë Allahu e ka falur atë që ka kalu. Do të thot para islamit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma qablahu. Do të thënë hyrja në islam i shlyen të gjitha gjinahet që kanë qenë përpara. Pra kur njeriu e pranon islamin, atëherë është i pastër sikur kur ka lindur, edhe atëherë i shkruhen veprat mira ose të këqija që i bën tani pas hyrjes në islam. Prandaj ka thënë, nëse e ke bërë këtë para islamit, atëherë Allahu i ka falur ato që kanë kaluar. Pastaj thot, i ka thënë gruas së tij, atina bi ta'am, fa abat. I ka thënë grua Abu Dharri radhiyallahu anhu, do të thënë keni parasysh këtë që e përmendëm për Abu Dharrin, edhe afërsinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj tij. Thot, i tha gruas së tij, na sill ushqim, do të thënë tham me musafirin, kurse ajo ka thënë jo, nuk ju sill. Pastaj përsëri e ka urdhëruar dhe ajo ka refuzuar. Saqë u ngritën zërat të dyve. Do të thënë janë grindur për këtë çështje. Pastaj ka thënë Abu Dharri do të thotë është një shprehje në gjuhën arabe që do të thonë mjaft, pra nuk do ta vazhdojmë. Fa inna kunna la ta'duna ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë se ju nuk lëvizni nga ajo që ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërteta e plot. Thot, thash, dhe çka ka thënë i dërguari, çka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam për gratë? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dil'in. Do të thënë gruaja është e krijuar nga brinja e burrit. Wa innaka in turid an tuqimaha taksirha. Do të thënë nëse dëshiron ta drejtosh brinjën, pra brinja është ky ashti që fillon nga boshti kurizor deri te gjoksi. Pra ashti shtrembërt, i lakum. Nëse mundohesh ta drejtosh, do ta thyesh. Nuk mund të drejtohet ky ashti. Wa in tudariha fa inna fiha awadan wa bulgha. Do të thonë, nëse e merr me të mirë ose me butësi, do të thonë këtë brinjën, do të mbetet e shtrembërt dhe do të kesh dobi. Do të thonë do të kesh ndihmë dhe arritje me të. Po, kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot, fa wallat fa ja'at bi tharidin ka'annaha qata. Pastaj shkoi gruaja, hyri brenda, do të thonë, edhe solli tharid. E kemi përmendur ushqimin tharid. Do të thonë pak sa një zog, ka thonë. Do të thonë ka sjell pak tharid. Edhe ka thënë Abu Dharri, kul wala ahulannak fa inni sa'im. Do të thënë, i ka thënë hati, mos u frikso se unë jam duke agjëru. Pastaj u ngrit të falet. Dhe e bëri shkurt, do të thënë rukun të shkurt. Pastaj pasi e mbaroi namazin, u kthye edhe hangri me mua. Pastaj thash inna lillah. Do të thënë, kjo është shprehje kur shet diçka të keqe, pra të Allahut jemi. Ma kuntu e khafu an takdhibani. Ka thënë, nuk kam menduar asnjëherë se ti do të më gënjesh. Ka thënë, i ka thënë Abu Dharri, ma kadhabtu mundu laqitani. Ka thënë, nuk gënjeva asgjë, që kur ka ardhur, do të thënë nuk ta kam thënë asnjë gënjeshtër. Do thotë, qëllimi se ti më the je duke agjëru. Tani çka ndodhi që po ha me mua? Ka thënë, alam tukhbirni annaka sa'im, a nuk më the se je duke agjëruar? Ka thënë, bela, po, do të thënë thash se me të vërtet kam agjëruar dhe isha duke agjëruar, do thotë, inni sumtu min hadha ash-shahri 3 ayyam. Pra prej këtij muaji kam agjëruar 3 ditë.
fekutiba li ajruhu, edhe e kam marrë shpërblimin e muajit. Do të thonë, wa halla li at-ta'am, edhe kam të lejuar të ha. Do thotë ose ka pas qëllim agjerim, do të thonë qëllimi e Abu Dharrit radhiyallahu anhu ka qenë që ta lër musafirin të ngopet, sepse ushqimi ka qenë i pakt, edhe nuk ka dashur që të haj bashkë me ta, që do të thonë mos e harxoj atij ushqimin, edhe është përmendur në transmetim tjetër se thot do të thonë Nuaim ibn Qanab thot pasi e kuptoi që u ngopa, atëherë do të thonë erdhi që tha ose shikonte që të ngopem, nuk e ka fal namazin shumë gjatë, mirë po e ka menduar që tani është ngopur musafiri, atëherë ka marr pjesë në atë bashkarisht me ta ka ngrënë, do të thonë në atë pjesën e mbetur të ushqimit. Edhe ajo që ka thonë, Allahu alem, do të thonë ose ka pas për qëllim se jam, do të thonë sigur gjatë gjithë këtij muaji duke agjeruar, sepse kam agjeruar 3 ditë, do të thonë me këtë nijet e ka thonë. Pra kësaj si i thuhet? Ka ditë dikush? Kur thot njeriu teoria, po. Kur thot diçka që dëgjuesi kupton një gjë, kurse ai ka qëllim diçka tjetër. Do të thënë ka bërë teori Abu Dharr radhiyallahu anhu, ose ka qenë që s'ka ngrënë atë ditë deri në atë moment asgjë. Allahu alem. Do të thënë, po qëllimi ka qenë që mos filloj të haj bashkë me ta, sepse ka menduar se nuk do të mjaftoj ushqimi për musafirin. Pra, këtë hadith e tregon Imam Buhari rahimahullah për të treguar se lejohet që njeriu t'i japë, do të thënë, ushqim musafirit dhe mos haj bashkë me ta, nëse është nevoja, sikur ky rast. Pastaj, do thotë, këto janë temat që kanë të bëjnë me musafirët. Kurse në vazhdim ka temat tjera, thot në temën e radhës Imam Buhari rahimahullah, babu nafaqati ar-rajuli ala ahlihi, do të thonë shpenzimi i burrit për familjen e tij. Ka thënë haddathana Hajjaj, qala haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abi Qilaba an Abi Asma an Thawban radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna min afdali dinarin anfaqahu ar-rajulu ala إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله. Do thot, pra transmeton nga Thawbani radhiyallahu anhu, thot se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dinari më i vlefshëm që shpenzon njeriu, që harxhon njeriu, është ajo që e jep për familjen e tij. Do të thënë ata që i ka në kujdestari. Edhe fjala ijal e përfshin gruan dhe fëmijët, ose gjithashtu dikush tjetër prej të afërmve, si prindrit, vëllezër, motra, që janë nën kujdesin e tij, që janë të varur prej tij. Pra këtyre u thuhet ijal. Domethënë ata që, pra duke filluar nga gruaja, fëmijët, prindrit, vëllezërit, motrat, domethënë që varen prej tij, jetojnë në shtëpinë e tij. Dhe shpenzimi më i mirë është për këta. Pastaj, wa dinarun anfaqahu ala ashabihi fi sabilillah, edhe një dinar që e shpenzon për shokët e tij në rrugën e Allahut, për xhihad në rrugën e Allahut. Wa dinarun anfaqahu ala dabbatihi fi sabilillah, edhe një dinar që e shpenzon për kafshën e tij, ose për, domethënë për kalin ose deven, për të luftuar në rrugën e Allahut. Thot Abu Qilaba, do të thënë transmetuesi, wa bada'a bil iyal, do të thënë ka filluar me ata, me familjarët e afërt që janë të varur prej tij. Wa ayu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sighar hatta yughniyahum Allahu azza wa jall. Ka thënë, pra ka filluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fëmijët ose me ata që varen prej tij, sepse cili njeri ka shpërblim më të madh se sa ai që shpenzon për fëmijët e tij, do të thonë që janë të varur prej tij, derisa të rriten edhe të bëhen të pavarur, do të thonë.
Pra këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë qëllimi çka është i Ebu Kilabes, se është përmendur lufta në rrugën e Allahut, shpenzimi për përgatitjen e kafshës ose mjetit të luftës dhe shpenzimi për përgatitjen e ushtarëve të tjerë, domethënë që është prej sadakave më të mira, më të vlefshme. Mirë, po para këtyre e ka përmendur shpenzimin për familjen, që është që do të thonë se shpërblimi për harxhimin për ta është më i madh se sa shpenzimi në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj në hadithin e radhës thot haddathana Hajjaj qala haddathana Shu'ba qala akhbarani Adi ibn Thabit قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال pra me këtë zinxhir nga Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë man anfaqa nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqa. Do të thonë kush shpenzon një pasuri për familjen e tij që shpreson me të shpërblim tek Allahu, pra i shkruhet sadaka. Këtu do thot, ky hadith është hadith shumë i rëndësishëm për që duhet ta kemi parasysh për jetën tonë, sepse do të thënë secili shpenzim edhe secila vepër që e bën njeriu, do të thënë duhet ta ketë parasysh shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Se shpërblimi nuk vjen ndryshe përveç se kur është niyeti i pastër për Allahun. Dhe duhet të jetë në përputhje me shariatin, sipas Kuranit dhe Sunetit. Dhe shikoni, domethënë mëshirën e gjerë të Allahut subhanahu wa ta'ala, kur njeriu shpenzon edhe për ato që të cilat ka interes. Domethënë edhe për diçka që vet ka interes dunjas, shpenzon dhe e ka niyetin për të arritur kënaqësinë e Allahut, domethënë se fiton shpërblimet edhe në dunja dhe në ahiret. Që domethënë se sicilën vepër që e bën njeriu duhet ta ketë parasysh që të jetë sipas shariatit, domethënë të jetë e saktë dhe të jetë e pastër për Allahun subhanahu wa ta'ala me ikhlas dhe mutaba'a. Domethënë të kujdeset që vepra të jetë në përputhje me shariatin, edhe në përditshmërinë e tij, edhe në blerjen, domethënë veshjes ose ushqimit, edhe në shpenzimin për familjen, edhe urdhrin dhe ndalesën, domethënë edhe në jetën familjare dhe në jetën personale të përditshme, duhet ta ketë synim që veprimet e tij, vendimet e tij të jenë sipas Kuranit dhe Sunetit, sipas shariatit të Allahut, dhe të jenë për të arritur kënaqësinë e Allahut. Atëherë do të ketë shpërblime, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innamal ajru bil hisbe. Do thotë shpërblimi është kur njeriu ka synim të fitojë shpërblim. Po kjo a do të thotë që gjithmonë njeriu para se ta bëjë një vepër duhet ta ketë parasysh këtë niyetin çdo herë, sepse ajo përditshmëria vjen, domethënë ato ndodhit edhe jetesa, domethënë është dinamike, si thuhet. Me rëndësi është që njeriu ta ketë synim gjithmonë të ecë sipas asaj që e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Atëherë, edhe duke i bërë mirë, duke ja ladhatu kokën fëmijës tënd, për shembull, ose duke e përqafu fëmin tënd, ose duke i dhënë një ushqim fëmijës tënd ose gruas tënde, nëse e ke këtë synim, atëherë, domethënë fiton shpërblime. Megjithëse më e përsosura është që ta ketë parasysh gjithmonë se është robi i Allahut, edhe Allahu është mbikëqyrës, edhe e bën gjithmonë për arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Por edhe nëse nuk mundet kështu, të paktën ta ketë niyetin e përgjithshëm, që të jetojë sipas rrugës së Allahut dhe për kënaqësinë e Allahut. Domethënë kjo duhet patjetër, atëherë do të ketë bereqet dhe do të shtohet udhëzimi. Pra ka thënë Allahu alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Domethënë ata që luftojnë për ne, pra luftojnë gjithmonë që të jetë sipas Kuranit dhe Sunetit,
dhe e ka në jetë kënaqësinë e Allahut, jo vetëm dëshirat e veta, sepse shiko edhe për dëshirën e vet, nëse e ka në jetë të arrijë kënaqësinë e Allahut, atëherë fiton shpërblim. Por nëse je përparësi dëshirave të veta, atëherë humb shpërblimi. Dhe për këtë ka disa hadithe, si ky hadith, pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmetohet nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, thotë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Do të thonë çdo herë kur të shpenzosh një shpenzim, çdo harxhim që e bën, që e ke synim fytyrën e Allahut, do të marrësh shpërblim për ta, hatta ma taj'alu fi imra'atik. Do të thonë edhe kafshata që e vendos në gojen e gruas tënde, do të thonë nëse e ke synim shpërblimin e Allahut, fiton shpërblim. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma at'amta nafsak fa huwa laka sadaqa. Do të thotë me atë që ushqen veten, ajo është sadaka për ty. Wa ma at'amta waladak fa huwa laka sadaqa. Edhe çka ushqen fëmin, ajo është sadaka për ty. Wa ma at'amta zawjatak fa huwa laka sadaqa. Edhe çka ushqen gruan tënde, është për ty sadaka. Wa ma at'amta khadimak fa huwa laka sadaqa. Edhe çka ushqen do të thënë shërbetorin tënd, gjithashtu ajo është për ty sadaka. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: al-yadul ulya afdalu min al-yadi as-sufla. Do të thënë dora e lartë është më e mirë se dora e ulët. Dhe kuptimi i kësaj çfarë është? Thotë dora që jep është më e mirë se ajo dorë që nuk jep. Do thotë dora që jep dhe shpenzon është më e mirë se ajo që nuk jep. Wabda biman ta'ul, dhe fillo me ato që i ke në kujdestari. Ti për ato që kujdesesh, do të thonë këtë shpenzimin, dorën e lartë përdore për ata që i ke në kujdestarin tënde. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhak wa adnaka fa adnak. Pastaj, do të thonë nana, babai, motra, vllai dhe kështu, do të thonë me radh ai që është më i afërt. Pra fillon prej më të afërmve duke u zgjeru të ata që vinë pastaj më të afërmit. Dhe në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë shokëve të tij, sahabeve radhiyallahu anhum, tasaddaqu, do të thënë jepni sadaka. Një njeri ka thënë: o i dërguari i Allahut, kam 1 dinar. Ka thënë: anfiqhu ala nafsik, do të thënë harxoje për vete. Pra me që ke 1 dinar. Ka thënë: un kam tjetër, do të thënë kam për vete, po pyes për atë që do të thënë dua ta jap sadaka, ku ta shpenzoj. Pra i ka thënë njerë, harxoje për vete. Pastaj ka thënë harxoje për gruan tënde. Ka thënë indi akhar, kam tjetër. Ka thënë anfiqhu ala waladik, harxoje për fëmin tënd. Ka thënë inna indi akhar, kam edhe tjetër. Ka thënë anfiqhu ala khadimik, harxoje për shërbetorin tënd. Ka thënë kam tjetër. Ka thënë anta absar. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për tjetrit, do të thënë ti e di më mirë se ku duhet ta shpenzosh. Do të thënë një herë për vete, për gruan, për fëmijët, për tjerët që i ke në përgjegjësinë tënde. Do të thënë këtë rast robi është përmendur ose sklavi, shërbetori. Pastaj nëse i mbaron këto, atëherë ti e di se ku është më mirë ta harxosh ose ta japësh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra fillohet me ata që janë më afër, sepse ata janë obligimi më i madh. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Do të thënë mjafton mëkat i madh për njeriu që t'i humb ose t'i lër pas dore ata që duhet t'i ushqej. Do të thënë ata që të cilëve ushqimi u varet prej teje, edhe t'i lësh, do të thënë pa kujdes, pa ushqim, pa veshmbathje, do të thënë mjafton kjo si mëkat. Kjo është gjëja prej mëkateve më të rënda. Mirë. Në hadithin tjetër thot Imam Bukhari rahimahullah, thot حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل ابن رافع
قال حدثنا محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله عندي دينار. Pa lexojmë këtë hadith më herët te komentimi i Sheikh Zeidit. Pra transmetohet nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot se një njeri ka thënë o i dërguari i Allahut, kam një dinar, ka thënë harxoje për vete, ka thënë kam tjetër, ka thënë harxoje për shërbetorin tënd, ka thënë kam tjetër, i ka thënë për fëmijët e tu, ka thënë kam tjetër, ka thënë da'hu fi sabilillah. Atëherë këtë, domethënë që tepron prej këtyre, atëherë shpenzoje në rrugë të Allahut. Edhe në hadithin tjetër, thot Imam Bukhari, haddathana Muhammad ibn Yusuf, قال حدثنا سفيان عن مزاحم ابن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 دنانير. Domethënë nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 4 dinar. Dinarun a'taytahu miskinen, një dinar që ja ke dhënë një fukaraje, një të varfri. Wa dinarun a'taytahu fi raqaba, një dinar që e ke dhënë për lirimin e robit. Wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dhe një dinar që e ke dhënë rrugt të Allahut. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dhe një dinar që e ke shpenzuar për familjen tënde, për gruan dhe fëmijët. Ka thonë afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Më i vlefshmi, shpërblimi më i madh për këtyre është ai që e ke shpenzuar për familjen tënde. Pra dhe këto dy hadithe tregojnë shpërblimin, do thot, për harxhimin edhe për familjen, edhe për veten tënde dhe familjarët e tu, do të ka shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Gjithmonë duke e pas parasysh niyetin dhe synimin që njeriu të arrijë kënaqësinë e Zotit të tij subhanahu wa taala. Pastaj në temën tjetër, që është e fundit, thot thot Imam Bukhari rahimahullah, babu yu'jaru fi kulli shay'in hatta al-luqma yarfa'uha ila fi imra'atik. Dhe më thonë imraatihi. Pra shpërblehet njeriu për secilën gjë, madje edhe për kafshatën që e çon deri te goja e gruas së tij. Dhe ka thënë Imam Bukhari, haddathana Abu al-Yaman, قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره. Pra me këtë zinxhir transmeton Imam Bukhari nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Sa'dit, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Do të thonë çdo herë kur shpenzon diçka ose harxhon diçka prej pasurisë tënde, duke e pasur synim fytyrën e Allahut, merr shpërblim për të. Çdo herë kur harxhon, duke e pas synim fytyrën e Allahut. Hatta ma taj'alu fi fam imra'atik. Madje edhe ajo që e vendos në gojen e gruas tënde. Do të thonë shpërblim e merr, pra si tham, nëse çdo shpenzim që e ke për qëllim kënaqësinë e Allahut. Dhe si ka mundësi njeriu ta ketë qëllim kënaqësinë e Allahut nëse ajo nuk është sipas urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Patjetër, do të thonë, duhet vepra, edhe shpenzimi, edhe fjala të jetë sipas Kuranit dhe Sunetit, të jetë sakt në ligjin e Allahut. Dhe edhe nëse si tham, edhe nëse kjo ka të bëjë me interesat personale të njerëzit. Do të thonë kur njeriu e ushqen gruan e tij dhe fëmijët e tij, kuptohet se ka interes vet. Mirpo nëse është, pra kjo padyshim është me urdhër nga Allahu subhanahu wa taala, Allahu na ka urdhëruar që të kujdesemi për familjet dhe është për fytyrën e Allahut. Ka njeriu synim që ta arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, atëherë fiton shpërblim. Kështu, do të thonë, kuptohet se njeriu edhe kur i kënaq ose i plotson epshet e veta, por e ka synim me këtë arritjen e kënaqësisë së Allahut,
si ka thonë edhe për marrëdhëniet bashkëshortore, pra nëse e kishte vendosur epshin e tij në haram, do të kishte pasur dënim. Dhe prandaj kur e ka vendosur në halal, sipas ligjit të Allahut dhe ka synim kënaqësinë e Allahut, atëherë ka shpërblim për ta. Madje edhe kur i afrohet gruas, domethënë, ka shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë shkak, domethënë, duhet gjitha këto hadithe mësojnë për sinqeritet, për që patjetër njeriu me veprat e tij, edhe me veprat e jetesës së përditshmërisë, domethënë ta ketë synim, gjithmonë të ketë sinqeritet në përkushtim ndaj Allahut të lartësuar, edhe atëherë fiton shpërblime të shumta. Dhe prej kësaj është gjithashtu kjo sjellja, domethënë me bashkëshorten, pasi kanë përmendur dietarët në lidhje me këtë, domethënë edhe kafshatën që e vendosin gruan në gojën e gruas, domethënë ka edhe kuptimin e përgjithshëm se çdo ushqim që e sjell ti për gruan dhe familjen, domethënë është që ke vendosur në gojë të gruas atë ushqim, por edhe konkretisht me dorë, domethënë që burri ta marrë dhe t'ja japë kafshatën në gojë gruas, sidomos diçka që i pëlqen, është prej veprave të mira. Edhe kjo tregon, domethënë, mirësjelljen e burrit ndaj gruas, që duhet të jetë me butësi dhe me dashuri. Domethënë, kjo shpreh dashuri, afërsi edhe hare, domethënë, nëse burri e vendos, domethënë, kafshatën në gojën e gruas dhe gjithashtu gruaja jep me dorën e saj kafshatën në gojë burrit. Domethënë, është afërsia dhe sjellje e mirë që shton lumturinë dhe dashurinë po ashtu. Kjo në përgjithësi, domethënë, kjo shihet, nga këto argumente shihet urdhri për butësi. Por në secilën çështje njeriu është i urdhëruar të jetë mesatar. Domethënë, kjo nuk do të thotë që të lihet krejtësisht aspekti tjetër, pra siç tham se sheriati jon i madhërisëm na ka mësuar për të gjitha aspektet. Edhe na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për të qenë mesatar, edhe në secilën çështje, edhe këtu në këtë temë që po flasim, edhe në shpenzim, edhe në butësi ndaj gruas, domethënë duhet mesatari, nuk duhet teprim në një anë ose në anën tjetër. Pra, kujdesi, vendosmëria edhe ndonjëherë rigoroziteti duhet përdoret. Edhe butësia duhet përdoret. Por duhet të kenë balans. Edhe duhet përdoret sicila në vendin e vet. Edhe kanë përmendur, nëse s'gaboj Imam Shafiu ishte këtu, se gruaja ka dy cilësi, ka kokfortësi dhe dobësi. Domethënë, edhe ka kokfortësinë, edhe ka këtë dobësi, domethënë është e dobët. Dhe kokfortësia duhet të shërohet me vendosmëri. Dhe dobësia duhet të shërohet me mëshirë. Domethënë, prandaj secili duhet ta jetë si mjeku, si doktori, domethënë ta di se cila smundje ose cila mangësi në çfarë niveli është. Edhe sa duhet të jepet doza prej secilës. Nëse gruaja mund ta ketë përdor butësinë e burrit, duhet burri të ketë ashpërsi dhe vendosmëri të saktë. Nëse gruaja është e dobët edhe ka, domethënë, si thuhet, e dobët emocionalisht, secila grua është, mirë po të dikush më shumë, atëherë duhet përdoret mëshira dhe përkrahja, dhe që të rregullohet. Edhe të mbahet ashtu me ato dobësi, me atë shtrembrim, domethënë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk duhet të mundohet secili ta drejtojë saktë, domethënë ta bëjë vizore, por duhet ta ketë parasysh se gruaja i ka këto mangësi. Dhe shikoni këto shembuj nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe sahabët e tij, si kanë qenë të mençur në menaxhimin e secilës çështje. Elusim Allahun që të na furnizoj me moral të lartë dhe me mençuri të plot, sepse nuk na jep këto askush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.